Zoti Kryeministër, për shëndetje fushat të mbarë të uroj, të kam ndjekur me vëmendje në pothuajse në harkun kohor të 2 muajve me këto fushatën elektorale që ke bërë në diasporë brenda vendit në Shqipëri. Më ka bërë përshtypje ku ke qenë në Afin dhe një zonjë atje të tha që veti e shumë i miri, por administratën e ke zero dhe të korruptuar. Edhe unë ashtu thonë, veti e shumë i miri, por administratën e ke zero dhe të kompromentuar. Marrë shkas para disa ditësh, juve keni debatuar me një emigrat që ka ardhur nga Anglia, se ai tha, po të bësh një kotec pulash, 4 institucione të ndryshme, EKMT, Policia Bashkiake, Policia e Rendit, ndërtimore, nga 5-20.000 euro. Ti mua më pëlqeve me sfidën që i bëre qytetarit dhe i the, më denonco me emër tani që unë të marr masa. Me thënë të drejtën, më pëlqeu sfida që juve i bërët djalit, por djali ashtu e mendoi dhe tha, ç'më duhet mua, tha, të mirem, tha, me këta ulqrit këtu në Shqipëri. Unë jetoj në Angli, edhe e pa të arsishme dhe nuk i tha emrat. Por në rastin konkret, unë me thënë të vërtetën thash, po unë gjithmonë kam deklaruar emra, përse nuk mi kërkojnë emrat mua, që t'i denancoj në rastin konkret, do me thënë. Edhe unë duhet të denancoj në rastin konkret me emra, për një ndërtim në Sara, nga objekt 2 kate gur, në objekt 7 kate në mes të Sarandës, me leje ndërtimi, 2 kate, rikonstruksion objekti, 2 kate dhe shtes 1 kati. Sot objekti ku bëhet fjalë në qendër të Sarandës, ja ku e ke këtu, është 7 kate me leje ndërtimi, ja ku e ke këtu, 3 kate, 2 kate plus shtes kati, 3 kate. Për falsifikim dokumentash, për ndërtim pa leje, jo sot, po edhe vite më përpara, e kam të denoncuar në prokurori dhe sot e kësaj dite nuk u marr as edhe një përgjigje. Në rastin konkret, në datën 5 nëntor të vitit 2023, portalit që ju keni bashkëqeverisje, unë i kam dërguar këto foto për punime pa leje. Ja ku i ke këtu. Ja ku i ke këtu. Ja ku i ke këtu. Këtu kam mbaruar kati në ndeshën për tokë dhe këtu ka zaptuar hyrjen e pallatit, pallati 7 kate nuk u ka as ascensor, as edhe një gjë hiç fare. Se personi në fjalë ka zaptuar jo ascensorin vetëm, po njëkohësisht edhe truallin publik. Ja ku i kemi këtu. Truall publik, trotuari. Ja ku e kemi këtu, ka hapur në trotuar, ka hapur hyrje për katin e në dheshën, që të shfrytëzoj katin e dytë, se në rasti konkret do më thënë hyrja është nga kati parë. Nëse këto dokumentat mua do më pëlqen, do më thënë që ti, si që bre sfidën ati djalit, të grije një grup pune, ose të dërgoje koordinatorin në qarkut vlorë, dhe këto dokumentat që unë i kam të pakundështueshme, unë t'ja vënd dispozicion. Tani, administrata në Saran të bashkisë të asajt kohë, para 2 vjetësh ki muhabeti, juve ju ka kthyer përgjigje dhe ju ka thënë që dokumentat janë të rregullta për objektin që bëhet fjalë. Kuson thonë që nuk janë të rregullta, kanë mashtruar se personat në fjalë kanë marrë lekët dhe përgjigjen e kthjetën siç u deshi qefi. Në rastin konkret, në Saran 3 persona, Sandri Dilos me mjekër të zezë, Nasip Hoxha, Sandri Dilos, komandanti i policisë bashkiake, Nasip Hoxha, drejtor i KMT-s, drejtor i policisë ndërtimore, në bashkëpunim me Gerald Toskë, shef komisariati, më kanë dhunuar, më kanë arrestuar, jam i dënuar për shkatrim prone. Në rastin konkret, bëhet fjalë për këto kondicionerët. Montim kondicionerësh në pronën time, poshtë dritareve të dhomës së gjumit, me djeni të plot nga të Sandrit të Dilos, shefit komisariatit dhe i KMT Saran, Nasip Hoxhës, të 3 me precedent penal.
këta që po të them. Ja ku i ke këtu. Në rasti konkret, do me thënë këto shkallët që shikon këtu janë shkallët e shtëpisë time dhe përpara shkallëve të shtëpisë time janë kondicionerët e Agron Veizit, të atyre që i mbështet shefi komisariatit, Sandrit Dilos me mjekër të zezë të lira, njëkohësisht edhe Nasip Hoxha me precedent penal që të tre. Shiko shoku kryeministër, ja shikoje, i kam çmontuar kondicionerët nga prona time, jam arrestuar bashkë me djalin tim, jam i dënuar për shkatërim prone në pronën time. Urdhro këtë. Për sfidë, kondicionerët e mi rrim brenda kafazit në balkon, kondicionerët e komshit poshtë dritares time. Ja ku e kemi edhe zotërin këtu. Punon në tokën time, në pronën time, monton në pronën time kondicionerët. Unë jam i dënuar, ki që shkatëron pronën nuk jam dënuar, unë jam dënuar për shkatërim prone. Pse është bërë kjo? Se organizata kriminale e Sarandës, bashki policie rendit dhe policia bashkiake punojnë natën dhe ditën dhe bushin xhepët. Juve i paguani për të bërë punën dhe t'je në shërbim të qytetarit, krimi organizuar, droga, korrupsioni i paguan për të shtipur popullin. Atëhere, këto që unë të thonë, këtu kemi një akt konstatimi që është konstatuar qytetari në fjalë për shkelje. Sot e kësaj dite, pas një viti e gjysëm, qytetarit as i prishet puna i fare, as që e ruan fare, me që se juve doni të flisin me këto gjuhut, me këto terma, do me thënë, e qunave të fort, e trimave, gangsterave. Njëkohësisht, kemi edhe këtu, shkatërim prone, prishje kalkanit, hapur aspirator, në rasti konkret si pas ligjit që të hapishe dhe të vendosish aspirator duhet marrësh te nga bashkia. 0 leje. Nga bashkia, pa le mos të flasim pastaj për të miratuar nga komuniteti, nga banorët e pallatit nuk bëhet fjalë hiç fare. Ja ku kemi këtu, linjat e korrentit në pronën time, në murin tim, poshtë ditares time. Ja ku i kemi këtu të gjitha, zoti kryeministër. Ja ku i kemi këtu. Ti Sandrit e Dilos Nasipin e paguan për të bërë punën, të tjerët thanë i paguan për mos të bërë punën. Tani, në 2013, kur ti ka ardhur në pushtet, e vërteta ishte që mua më pëlqente që ti dole xhiro në këmbë, veje në kryeministri me këmbë, thash, do ketë ndryshime, bravo i qoftë, thash. Po, duke parë tani, shikojnë do me thënë që në për mitingje më shumë të vinë bodyguard se sa të vinë popull. Ti e ke kuptuar dhe e kuptoj shumë mirë, do me thënë se këta qenë që janë për rrethe, nuk janë një më e di, po janë bërë shumë qenë. Edhe të desh t'i lidhish, unë nuk ma ha mendja do me thënë se ke mundësi që t'i lidhish. Por të gjitha ndori ke. Lidhi qenë se janë tërbuar dhe popullin e kanë shklirë. Inshallah të ke shpat të fitosh. Mase u kundërvihesh këture, por nuk ma ha mendja do me thënë. Këta qenë janë tërbuar kaq shumë që Zoti të lërë ti edhe nuk e di do me thënë se çfarë fundi do kenë. Këta edhe neve. Faleminderit, kaq kisha. Sukses.